Teatri Migjeni në Shkodër e ka mbyllur 6 muajin e parë të vitit me 73 shfaqje të ngjitura në skenë, prej të cilave 5 premiera dhe me rreth 20.000 spektatorë, duke qenë një prej institucioneve kulturore më të rëndësishme në vend. Drejtori Gert Palali thotë se sezoni i dytë do të sjellë premiera të reja, aktivitete artistike dhe surpriza për publikun. Kemi realizuar 73 shfaqje ku e listojnë Teatrin Migjeni në vitet më të mira në numrin e shfaqjeve. Ndër këto 73 shfaqje, 5 janë premiera të Teatrit Migjeni, 4 premierë artistike, 1 premierë shfaqje për fëmijë dhe festivali i gjimnazeve ku kanë qenë pjesëmarrëse 8 gjimnaze me 8 shfaqje të ndryshme pjesëmarrëse në këtë festival. Po ashtu, në këto 73 shfaqje ka qenë dhe shfaqje për fëmijë offline për një ditë, ku në festivalin 1001 dritare ka fituar çmimin special, tematika më mirë dhe regjia më mirë nga mjeshtra e madhe Dranë Xhaj. Numri i spektatorëve në Teatrin Migjeni në sezonin e parë artistik ka qenë rreth 20.000. Do kemi një sezon të dytë të ngjeshur dhe të ngarkuar me aktivitete dhe shfaqje. Me njëherë në gusht fillojmë 3 shfaqje njëkohësisht, ku është një bashkëprodhim me Teatrin Kombëtar Eksperimental, me regji të Dinos, veprën 1984, dhe me një shfaqje tjetër me regji të Bez Bitrakut, po ashtu dhe një varieté që publiku shkodran i dënë mas shumëti, një premier estrad në regjinë e Zëredin Doklis. Pastaj do vazhdojmë përsëri me një premier tjetër, një teatr kukullash, do rikthejmë përsëri për fëmijët e qytetit teatrin e kukullave, ku në tetor do jetë premiera. Sigurisht që do kemi Xhexho Fest gjatë shtatorit, në nëntor do kemi festivalin mbarkombëtar të humorit që këtë vit është në një format tjetër, me 8 shfaqje pjesëmarrëse nga 8 qytete të ndryshme, dhe një format shumë i bukur i komedisë, edhe qyteti Shkodrës do kthehet në një qytet kombëtar të komedisë për ato ditë. Dhe në fund sigurisht që do kemi dhe varieté në fund vitit që është bërë karakteristike në Teatrin Migjeni. Me një sezon të parë të ngjeshur artistik, Teatri Migjeni synon të vijojë edhe në pjesën e dytë të vitit me një kalendar të pasur aktivitetesh, duke sjellë në skenë produksione të reja dhe duke forcuar lidhjen me publikun shkodran dhe më gjerë.